Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka deklaruar nga Pekini se Bashkimi Evropian po përpiqet ta shndrojë Serbinë në një zonë tampon për përballje me Rusinë, duke pretenduar se Brukseli po e kushtozon vazhdimin e negociatave të antarësimit në Serbisë me dy kërkesa: njojën e pavarësisë Kosovës dhe bashkimin me sanksionet e BE-s ndaj Rusisë. Ai shtoi se presidenti Aleksandar Vučić sipas tij ka thënë disa herë presidentit Putin se Serbia nuk do shkojë drejt BE nën kushte antiruse, ndërsa theksoi se Moska e respekton këtë qëndrim. Lavrov citohet këtë thënë se Vučić e sheh perspektivën europiane kryesisht si çështje interesash ekonomike dhe integrimi në infrastrukturën e krijuar nga BE-ja, po pa rrezikuar marrëdhëniet me Rusinë, duke u referuar dhe lidhjeve historike të opinionit publik serb me Rusinë dhe Kinën. Lidhur me këtë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se e kuptoi mesazhin që erdhi nga ministri i jashtëm rus Lavrov dhe se ishte e qartë se kjo ishte një temë e rëndësishme e ministrave të jashtëm kinez dhe rus, dhe shtoi se Serbia ka duruar një politikë të tillë deri më tani, por nuk e di se sa gjatë do të jetë në gjendje të dyrojë akoma. Serbia ka ecur prej kohësh në një litar të tendosur të pasigurt në marrëdhëniet e saj me BE-n. Ajo po përballet me humbjen e deri 1.5 miliard eurove nga fondet e Bashkimit Evropian, ndërsa Komisioni Evropian po shqyrton mundësinë e ndërprerjes së procesit të reformës për shkak të prapambetjes demokratike dhe lidhjeve të ngushta të vendit me Rusinë. Kombi Ballkanik nuk është antar i BE-s, por pasi ka nisur bisedimet për të antarësuar në vitin 2014, ai është kualifikuar për fonde dhe grante për ta ndihmuar të çojë përpara reformat ligjore. Një vendim për të pezulluar pagesat do ndërlikonte më tej të ashtu quajturin proces zgjerimi të BE-s me vende si Ukraina dhe Malizi, që po garojnë për të antarësuar, por vende me ndikim si Franca kërkojnë që të bëhet kujdes.